Sa i përket kërkesës shtesë buxhetore, të cilën e kemi parashtruar ne si Kuvend i Kosovës, kjo kërkesë është parashtruar në zbatim të legjislacionit dhe akteve ligjore, me qëllim që të plotësojmë kërkesat buxhetore apo të bëjmë zbatimin e akteve të mëdhenshme. Ne kemi kërkuar te programi për deputetët 361.746 euro shtesë. Siç e dini të nderuar deputet, kemi dy legislatura aktive, legislaturën e 8 dhe legislaturën e 9, ku kemi deputet të cilët janë duke marrë në pajtim me ligjin, janë duke marrë pagën kalimtare. Dhe e kemi një mungesë në këtë kategoritë pagat për vitin fiskal 2026 dhe mënyrë që të involujmë të gjitha pagat e deputetëve aktual, legislaturës së 10 dhe deputetëve deri me 22 mars të legislaturës 8, kur përfundon një vjeçari, sipas ligjit 16 të ligjit për drejtat dhe përgjegjësitë të deputetit, pagë kalimtare dhe deputetët që gëzojnë të drejtën pagës kalimtare nga legislatura e 9 na duhet kjo shumë. Të stafi mbështetës politike kemi një rregullore e cila është miratuar nga Kryeqësia e Kuvendit me 14 prill të vitit 2023 dhe me këtë rregullore janë shtuar 27 pozita të reja si vijon, 5 shërbëtor për nënkryetarët e Kuvendit, 14 nënpunës të kabineti për kryetarët e komisioneve parlamentare, 6 pozitë të grupit parlamentar dhe 2 të punësuar përkatësisht për grupin e deputetëve të rinj dhe për forumin për transparencë parlamentare. Domthonë totali këtyre pozitave të reja, që janë pozita politike, staf mbështetës politik është 27 pozita me një implikim buxhetor shtesë 410.326 euro, duke filluar nga muaji mars. Këtu janë kalkuluar vetëm për nga muaji mars deri në muajin dhjetor të vitit 2026. Ndërsa ndaj administrata e Kuvendit, ne në buxhet i kemi 213 pozita, por buxhet për vitin 2026 kemi vetëm për 160 pozitat për cilat jemi aktualisht, për shkak se kur është bërë projekt ligji i buxhetit është marrë referencë buxheti i muajit mars të vitit 2025, në kohën kur ka përfunduar mandati i Kuvendit dhe kemi pas edhe këtu. Dhe pjesa e stafit të administratës është nevojë imediate, dje kemi pas takim edhe të kryetarës me kryetarët e komisionit parlamentare, ka qenë prezent edhe kryetari i këtij komisioni ku është diskutuar për këtë çështje që ta zëm për çështjen më kruciale. Sot për me fillu në 11 komisione, sikur të kishin qenë komisionet me vazhdu me punë gjatë, ne s'kishim mujtë me mbulu. Kemi vetëm 5 përkthyes të gjuhës serbe, që sigurojnë përkthimin për gjuhës shqipe në gjuhës serbe dhe anasjelltas. Kemi edhe takimet e tjera që ndërkohë po organizohen, siç është takimi i kryetarës tashme, organizohet shoqërisë civile dhe partnerë ndërkombëtar, dhe kemi mungesa edhe në staf. Kemi kështim të numrit të komisioneve nga 14 në 16, siç e dini, dhe duhet edhe staf shtesë dhe në ato komisione ne jemi të bëjmë transfere të përkohshme në mënyrë që të involujmë këto komisione dhe kërkesa për vetëm për nga muaji korrekt deri në muajin dhjetor të vitit 2026 është për administratën e Kuvendit 215.000 euro shtesë të shtuar sipas mundësisë. Ndërsa e kemi edhe komisionin ndihmë shtetërore, që gjithë ju e dini, ministri e dini edhe më mirë, ne në baza të rregullta marrim raportet që duhet me raportu si Kuvend për përgjegjësitë që ka Kuvendi sa përket MSA-s dhe tash edhe programit të rritjes ekonomike. Për shkak se programi i rritjes ekonomike edhe para se më u ratifiku, ka filluar me u mot edhe mosat mos zbatu. Një prej këtyre mosave dhe mosa parë që kërkohet për Kuvendi është që të zgjedhen anëtarët e Komisionit për Ndihmë Shtetërore dhe implikimi për pagat e këtyre të zgjedhura është 66.600 euro dhe kjo duhet filluar prej llogaritë dhe muaj janar të shkurt, duhet pas parasysh që këto muaj vetëm shkuan. Ndërsa e kemi edhe ligjin për komisionerin parlamentar FSK-s, është edhe rregulloria që është miratuar në legislaturën e 3 për vazhdimtarinë dhe punën e komisionerit parlamentar FSK-s, duke pas parasysh që është buxheti është planifikuar sipas shpenzimeve të muajit mars të vitit 2025, e kemi vetëm komisionerin në pagesa dhe stofi i saj që është me ligj për 7 zyrtarëve dhe me rregullore nuk është i përfshirë, andaj edhe për këtë komisionerja parlamentare FSK-s prej muajit korrekt, jo për këtë vitin, prej muajit korrekt deri në dhjetor, të pas parasysh që mas mirati të buxhetit marrin kohë dhe procedurat e votimit, ne kemi kërkuar buxhet për 70.000 euro, e që totali i përgjithshëm i shumës që kërkohet për Kuvendin e Republikës së Kosovës në 5 programet është 1.123.673 euro. Këtu janë bën zbatim si sekretari kemi obligim edhe administrat që legjislacioni dhe aktet ligjore të cilat na obligojnë, jemi detyruar që mi paraqit këto kërkesa
për shqyrtim përkatësisht për miratim komision. Ju falenderoj.